Angazhime. Mirë ditë aty dhe si jeni, mirë se keni ardhur që kënaqësimi ju taku. Përshëndetje për gjithë. Oh, çfarë bukurosh sa e mirë. Wow, a keni hapur soda? Ina. Thank you all for joining us. Thank you for coming. Tetori është muaji kur forca e grave vishet me ngjyrën e shpresës, me ngjyrën roz. Është muaji kur kujtojmë se çdo betejë e jetës mund të fitohet me dashuri, me kujdes dhe qëndresë. Në këtë muaj ne nuk flasim më vetëm për dhimbje, por flasim mbi të gjitha për guxim. Nuk flasim për sëmundje, por flasim për jetë. Sot jemi këtu për të nderuar kauzën dhe frymën. Frymën e grave që nuk u dorëzuan, që u përballën me frikën dhe e kthyen atë në forcë. Grave që edhe në momentet më të vështira frymëzuan shpresë për veten, për familjet e tyre dhe për të gjitha gratë e Kosovës. Dua të filloj duke shprehur mirënjohjen tonë të thellë për shoqatën Jeta Vita të udhëhequr nga zonja Nafie Latifi, për një punë të jashtëzakonshme që e kanë bërë për dekada të tëra, duke i dhënë zë grave anë kënd Kosovës dhe duke ngritur vetdijen dhe rrjedhimisht edhe forcën tonë përballë kësaj smundje. Dua po ashtu të shpreh mirënjohjen më të thellë për mjekët, infermierët dhe gjithë profesionistët shëndetësor që çdo ditë kujdesen me përkushtim për pacientët me kancer. Ju jeni mburoja e parë e shpresës së tyre, ndaj fal punës suaj të palodhur shumë gra sot janë histori suksesi. Prej kohës kur kam qenë kryetare kuvendi e sot edhe si presidente kam pas nderin që të punoj përsa afërmi me secilin prej jush në mënyrë që të bashkojmë forcat në përballjen me këtë smundje të qytetarëve tanë. Në çdo takim me gratë kemi mësuar diçka të re për forcën njerëzore, për besimin dhe për kuptimin e jetës. Prandaj si presidente kam konsideruar detyrim moral e institucional të mbështesim çdo nismë që sjell lehtësim dhe shpresë për to. Kjo është pjesë e përkushtimit tonë të vazhdueshëm dhe mbështetje që e kemi nisur vite më parë e që nuk duhet të ndalet, sepse për çdo grua e çdo burrë që përballet me këtë sfidë, ne duhet të jemi pranë jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra konkrete. Sot më shumë se kur duhet ta ritheksojmë rëndësinë e diagnostifikimit të hershëm. Çdo kontroll, çdo ekzaminim i rregullt është një mundësi për jetë. Sa më herët që të ndodh diagnostifikimi, aq më e madhe është shpresa për jetë. Kjo është arsyeja pse sërish dua të inkurajoj secilën grua që mos të ketë frikë nga kontrolli. Sepse nuk është frika ajo që shpëton jetën, por kontrolli mund të shpëtojë jetën kur ai ndodh herët. E di që kjo rrugë nuk është e lehtë. Kjo sëmundje kërkon guxim, kërkon përballje, kërkon përkrahje nga të gjithë që i kemi përreth dhe kërkon shumë dashuri. Por dua të them sot me bindje të plotë, kanceri i xhirit nuk është fundi. Ai mund të jetë vetëm fillimi i një kapitulli shumë sfidues, por një kapitull që ju bën më të fortë dhe më të vetëdijshëm për jetën. Në çdo histori gruaja apo burri që ka kaluar betejën me kancer, ne shohim një shembull të jashtëzakonshëm të forcës njerëzore. Ato janë heroinat dhe heroinët e heshtur të shoqërisë sonë. Është detyre jona që zëri i tyre të dëgjohet, shembulli i tyre të nderohet dhe përpjekja e tyre të mbështetet çdo ditë. Të nderuar të pranishëm, tetori i roz nuk është vetëm një muaj për ndërgjegjësim, por një kujtesë për gjithë vitin, në mënyrë që asnjë grua të mos mbetet e vetme në këtë rrugtim. Le ta kthejmë kujdesin për shëndetin e gjithë qytetarëve tanë në prioritet kombëtar. Le ta kthejmë dashurinë dhe solidaritetin në fuqi që shpëton jetë. Në fund dua t'ju them me zemër të gjitha grave që po luftojnë, ju nuk jeni vetëm. Ju keni një vend të veçantë në zemrën e këtij vendi. Përderisa ka njerëz që kujdesen, institucione që mbështesin dhe shoqëri që bashkohet rreth kësaj kauze, ka shpresë, ka jetë dhe ka fitore. Prandaj në këtë tetor roz, le të jemi një zë, një zemër dhe një premtim, se do të vazhdojmë të kujdesemi për veten, të diagnostifikojmë herët,
të mbështesim çdo grua e çdo burr që përballet me këto smundje dhe të mos ndalemi kurrë derisa secila betejë me kancerin të kthehet në histori suksesi. Le të vishemi me ngjyrën e shpresës, rozën, jo vetëm në tetor, por edhe në ditë të tjera, sepse çdo ditë që jetojmë me dashuri, guxim dhe kujdes ndaj njëri tjetrit është një ditë e fituar. Zoti i bekoft të gjitha gratë që luftojnë, të gjitha nënat, motrat dhe bijat tona. Ju faleminderit. Faleminderit shumë e dashur presidente. Konsideroj se sot është edhe një moment reflektimi. Sepse përkundër përparimeve që janë evidente, ende përballemi me mungesë të stafit të mesëm, me nevojë për më shumë hapësira trajtimi, për bara më të avancuara, si dhe mbi të gjitha për krijimin e një qendre për kujdes paliativ, ku pacientëve tanë do të ofrohej lehtësim i dhimbjeve dhe fund më i dinjitetshëm i jetës. Pa këtë shërbim jetik, shumë pacientë përballen me vuajtje të mëdha, duke lënë pas familjet e traumatizuara për gjithë jetën. Sot nuk mund të kaloj pa e shtruar edhe pyetjen themelore për të gjithë ne. A kemi vendosur vërtet pacientin në qendër të sistemit tonë shëndetësor? Apo bëjmë gjithçka që mundemi, apo ndoshta na mungon empatia, përgjegjësia dhe ndjeshmëria njerëzore që shpesh vlen më shumë se çdo terapi kirurgjike dhe me barna. Në këtë torë të vetdijes dhe solidaritetit, le ta ripërtrim zotimin ton për një sistem më të fortë, më të drejtë dhe më të kujdesshëm ndaj grave tona dhe gjithë popullatës. Sepse lufta kundër kancerit të xhirit nuk është vetëm betejë mjekësore, është betejë për jetën, për dinjitetin dhe për dashurinë njerëzore që na bashkon të gjithëve. Në fund, një falënderim për organizatorët, bashkëpunëtorët, donatorët e shumtë që ofrojnë shërbime falas dhe ndihma të ndryshme që çdo herë shkojnë për pacientët tanë. E në veçanti falënderim për mediat që informojnë dhe ndërgjegjësojnë popullatën. Dhe mirënjohje për të gjithë ju, pjesëmarrës të këtij manifestimi, që për 19 vite me përkushtim e zemër e mbani gjallë këtë kauzë fisnike. Ky manifestim çdo vjet mbahet në shenjë solidariteti me gratë që luftojnë me kancerin e xhirit, por edhe të atyre të cilat e kanë humbur këtë betejë. Por sot këtë manifestim ja dedikoj mbesës time, Ylka Berishës, 36 vjeçe, që ndroi jetë në 1 shtator. Ju faleminderit shumë. Faleminderit shumë e dashur Nafie. Dhe për ta mbyllur sigurisht me ndjenjë, do të shijojmë një pikë artistike nga baleti i Kosovës, që përmes artit dhe lëvizjes do të përcjell mesazhin e forcës, shpresës dhe bukurisë së jetës. Kanceri i xhirit është kanceri më i shpeshtë që prek gratë në Kosovë. Deri në ditën që flasim, këtë vit në klinikën tonë janë regjistruar gjithsej 330 vajza, gra, si edhe 3 burra të prekur me kancer të xhirit. Mbijetesa e përgjithshme, më e mirë për këtë sëmundje, arrihet atëherë kur kemi një menaxhim gjithëpërfshirës të saj. Ngritja e vetdijes, edukimi shëndetësor, zbulimi i hershëm apo skriningu, diagnostikimi me kohë imazherik dhe patologjik, kirurgjia e xhirit, trajtimi specifik onkologjik, radioterapia, mbështetja psikologjike, mbështetja fizikale dhe kujdesi paliativ janë hallkat e menaxhimit gjithëpërfshirës të kancerit të xhirit. Tani, Kosova frymon rozë gjithandej. Ne mund të flasim për popullat më të vetëdijsuar, për të njohur shenjat dhe simptomat e kancerit të xhirit. Flasim për më shumë aparatura diagnostike në dispozicion në sistemin publik, ultrazë, mamografi, mamograf mobil, rezonancë magnetike. Flasim për më shumë testime molekulare, për kirurgji me ruajtje të xhirit dhe procedurën Sentinel. Flasim për më shumë terapi të aprovuara, për aparaturat e fundit
më të sofistikuara të radioterapisë, si dhe për përkrahje psikologjike dhe fizikale. Ama mos, s'po ki kujt më ajo. Për fakt, ai sushe. Ishte gjëja më e bukur që e pam në këtë ditë të hënë. Dua që lëpton çdo ditë me forcë dhe dinjitet deri tek sheshi Zahir Bayezidi. Faleminderit edhe një herë. Kujdes me rrobat, njerëz.